Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në rubrikën In Memoriam, ju njoftojmë Qëndroj jetë, Lisa Milicaj Bajraktari, një jetë në shërbim të familjes, punës dhe çështjes shqiptare. Me dhimbje të thellë u njoftua ndarja nga jeta e Lisa Milicaj Bajraktarit, bashkëshorte e përkushtuar, nën e dashur, gjyshe e dëmshur, bi dhe motër e shtrenjtë. Lajmin e ndau me komunitetin bashkëshorti i saj, biznesmeni dhe veprimtari i njohur i çështjes kombëtare, Hari Bajraktari. Humbja e Lisës ka sjellë dhëmje të madhe për familjet Bajraktari dhe Milicaj, për të afërmit miqt, bashkëpunëtorët dhe pjesëtarët e komunitetit shqiptaro-amerikan që patën fatin ta njihnin. Ndarja e saj nga jeta është një humbje jo vetëm për familjen, por dhe për komunitetin shqiptaro-amerikan, me cilin ajo ishte e pranishme përmes veprimtarisë, mbështetjes dhe përkushtimit të saj. Liza e ndërtoi jetën mbi vlerat forta njerëzore dhe familjare: dashurinë, besnikërinë, punën, dershmërinë, bujarinë, përgjegjësinë dhe respektin për të tjerët. Ajo përfaqësonte gruan shqiptare që edhe pse ndërtoi jetën dhe të ardhmen e familjes në Amerikë, nuk i harroi kurrë rënjët, traditat dhe detyrimet ndaj vendit të origjinës. Në jetën familjare, Lisa ishte bashkëshorte e dashur dhe bashkëudhëtare e çmuar e Hari Bajraktarit. Ajo ishte nënë e përkushtuar për vajzën Nicolet Bajrama dhe djalin Paul Daka, si dhe gjyshe plot dashuri për nipin Theodor Jack Bajrama. Për Lizën, familja ishte qendra e jetës. Ajo besonte se çdo arritje profesionale, shoqërore apo publike merrte kuptim të plot vetëm kur shoqërohej me dashuri, mirëkuptim dhe harmoni familjare. Në shtëpinë e saj, Lisa ishte burim ngrohtësie, kujdesi e sigurie. Ajo ishte gjithmonë pranë njerëzve të dashur, në ditët e gëzimit dhe çastet e vështira, me maturinë, zemrën e saj të madhe, dinte të dëgjonte, të këshillonte dhe të ndihmonte pa kërkuar asnjë këmbim. Lidhja me nënën Lena Milicaj, vëllezërit Luk dhe Nik Milicaj dhe familjen e babait të saj, Jak Milicaj, dëshmonte respektin e thellë që kishte për familjen dhe prejardhjen e saj. Një histori dashurie e përjetësuar tashmë në një dokumentar. Një pjesë e bukur dhe thellësisht njerëzore e jetës së Lizës është përjetësuar në dokumentarin The Bajraktari Journey: The American Dream, rrugtimi i Bajraktarit ëndër amerikane. Dokumentari është shfaqur premier më 8 qershor 2024 në Alamo Drafthouse Cinemas në Yonkers, në praninë e familjarëve, miqve dhe përfaqësuesve të komunitetit shqiptaro-amerikan. Filmi me skenar dhe regji të Dimitër Ismailaj Valonës dhe producent ekzekutiv Hari Bajraktari mbështetet në librin e Muharrem Mjekut, Një jetë mes Amerikës dhe Kosovës. Dokumentari sjell një rrëfim shekullor mbi familjen Bajraktari, rrënjat, sakrificat, trashëgiminë, suksesin në Amerikë dhe përkushtimin ndaj Kosovës. Ai ndjek historinë e familjes nga Vranoci i Kosovës, për ndjekjet politike dhe largimin nga vendlindja deri tek jeta në kampet e refugjatëve në Itali dhe emigrimin në SBA. Brenda kësaj historie të madhe familjare dhe kombëtare, Liza zë një vend të veçantë. Dokumentari mbyllet me historinë e dashurisë ndërmjet saj dhe Hari Bajraktarit dhe me rrëfimet e tyre për njohjen dhe lumturinë që ndërtuan së bashku. Pas historisë së vuajtjes, emigrimit, punës dhe suksesit, mesazhi përfundimtar është se familja dhe dashuria janë kurorëzimi më i bukur i çdo rrugtimi njerëzor. Liza dhe Hari baraqiten si dy njerëz që ndanë jo vetëm jetën familjare, por dhe përgjegjësi dhe idealet përbashkëta. Lisa ishte pranë bashkëshortit në një rrugtim që përfshinte familjen, biznesin, veprimtarinë e tij patriotike, politike, bamirësinë dhe angazhimin për çështjen shqiptare. Prania e saj i dha këtij rrugtimi një dimension më të plotë dhe njerëzor. Një grua e punës dhe e përgjegjësisë. Një nga cilësitë kryesore të Lisa Milicajt Bajraktarit ishte përkushtimi ndaj punës. Ajo besonte se puna e ndershme është themeli i dinjitetit njerëzor dhe një jete të qëndrueshme. Çdo përgjegjësi që merrte përsipër e kryente me seriozitet, korrektësi dhe këmbgulje. Përmes shembullit të saj, u mësoi fëmijëve dhe brezave të rinj se suksesi kërkon përpjekje, disiplinë, sakrificë dhe durim.
Ajo përfaqësonte gruan shqiptaro-amerikane që nuk druhej nga puna dhe përgjegjësitë, një grua e fortë, por njëkohësisht e ndjeshme, e vendosur, por gjithmonë e kujdesshme ndaj nevojave të tjerëve. Një arritje historike në politikën amerikane. Një nga arritjet më të rëndësishme të Lisës ishte hyrja në jetën politike dhe institucionale të shtetit New York. Ajo njihet si gruaja e parë shqiptaro-amerikane e zgjedhur një detyrë publike në këtë shtet, duke shërbyer si këshilltare në Town of Pleasant Valley në Dutchess County. Kjo arritje ishte më shumë se një sukses individual. Zgjedhja e saj dëshmoi se gratë shqiptaro-amerikane mund të marrin përgjegjësi publike, të fitojnë besimin e qytetarëve dhe të shërbejnë me dinjitet në institucionet demokratike amerikane. Veprimtaria e saj politike dhe sipërmarrëse u vlerësua edhe nga institucionet shqiptare. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani, e nderoi për arritjen historike, veprimtarinë e saj dhe kontributin për mbrojtjen e parimeve të lirisë me vlerësimin urdhi kalorës i Skënderbeut. Angazhimi i Lisës nuk u kufizua në nivelin vendor. Ajo mori pjesë në aktivitete të rëndësishme në Washington dhe takime ku diskutoheshin interesat e komunitetit shqiptar të Kosovës. Në janar të vitit 2018, ajo ndoqi në Kongresin Amerikan fjalimin vjetor të presidentit mbi gjendjen e vendit me plisin e bardhë shqiptar dhe simbolin e shqiponjës dy krenare. Lisa la gjurmë edhe përmes mbështetjes, arsimit dhe bashkëpunimit ndërmjet profesionistëve shqiptar-amerikanë, së bashku me arsimtare të tjera ajo kontribui në themelimin e Albanian American Educators Association, organizate krijuar për ndihmuar bashkëpunimin mes mësuesve, profesorëve, këshilltarë dhe profesionistëve shqiptar të arsimit. Ky angazhim pasqyronte besimin e saj se përparimi i komunitetit shqiptar duhet të mbështetet tek arsimi, përgatitja profesionale, ruajtja e identitetit kulturor. Për Lisën, edukimi ishte mënyra më e sigurt për të fuqizuar brezat e rinj. Për kontributin e saj, organizata e gruas shqiptare Motra Qerjazi e nderoi me çmimin Gruaja e vitit 2016. Ky ishte një vlerësim jo vetëm për sukseset e saj, por të për shembullin që u jepte grave të tjera shqiptaro-amerikane. Lisa ishte e pranishme si veprimtare dhe bamirëse në shumë aktivitete politike, kulturore dhe kombëtare të diasporës. Ajo mbështeti Kosovën dhe çështjen shqiptare përmes fjalës, punës, pranisë në ngjarje ku kërkoi vëmendja politikës amerikane ndaj shqiptarëve top me të shoqin. Simbolet kombëtare që mbante me krenari nuk ishin vetëm një paraqitje e jashtme. Ato shprehin bindjen se çdo shqiptar në diasporë ka detyrim të ruajë identitetin e të punojë për lirinë e dinjitetin e kombit. Një dëshmi prekse e shpirtit të saj humanitar ishte mbështetja që familja Baraktari dha organizatës Gift of Life International në dhjetor të vitit 2021, ku Hari dhe Lisa mbështetën një donacion familjar për $75,000 për financimin e një misioni mjekësor në Kosovë. Kontributi synonte operacione falas në zemër për të paktën 25 fëmijë të lindur me probleme kardiake. Ky akt mëshironte bindjen e Lisës se pasuria dhe suksesi marrin kuptim, kur përdoren për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Për të, bamirësia ishte një përgjegjësi morale, një mënyrë për të shpëtuar jetën, për të krijuar shpresë. Një trashëgimi që do të jetojë. Sot, Hari Bajraktari humbi bashkëshorten dhe bashkëpunëtaren e jetës. Nicolet dhe Paul humbën nënën e dashur. Theodor humbi gjyshen e tij, ndërsa nëna, vëllezërit e afërmit dhe miqtë humbën një njerëz të pazëvendësueshëm. Po Lisa Milica Bajraktari do të kujtohet jo vetëm përmes dhimbjes së ndarjes. Ajo do të kujtohet për mënyrën si jetoi, me dashuri për familjen, për kushtim ndaj punës, respekt për Amerikën dhe besnikëri ndaj çështjes shqiptare. Kujtimi i saj do të jetojë në zemrat e familjarëve, në rrëfimet dhe fotografitë e tyre, në veprimtaritë e komunitetit dhe në dokumentarin që ruan historinë e saj të dashurisë. Lisa la shembullin e një grue të fortë dhe të dëmshur, punëtore dhe familjare, qytetare krenare amerikane. Ngushëllim nga Alp TV USA. Televizioni i shqiptarëve të Amerikës, Alp TV USA, drejtori Gani Vila, stafi dhe bashkëpunëtorët, u shprehin ngushëllimet më të sinqerta Hari Bajraktarit, fëmijëve, nipit, nënës, vëllezërve, familjeve, Bajraktarit dhe Milicaj, si dhe të gjithë të afërmëve dhe miqve të tyre. Në këto çaste të rënda,
Alp TV USA bashkohet shpirtërisht me familjen dhe komunitetin shqiptaro-amerikan duke ndëruar jetën, veprën dhe kontributin familjar shoqëror kombëtar të Lisa Milicaj Bajraktarit. U preft në paqen e përjetshme. Kujtimi i saj qofti i përjetshëm, ndërsa dashuria, vepra dhe vlerat që la pas qofshin gjithmonë një bekim për familjen dhe komunitetin shqiptar.